Puna me norvegjez, për konferenca ndryshme për ditët e fëmijëve. Më theshim si fëmijë me fol për ditët e fëmijëve në Kosovë. Edhe vi me një ide me kriju edhe na në Kosovë një grup. Po pesimistët e ka pas hamën se dëshim me tregu që nuk jena më pesimista, po si as optimista, se si gjendje optimiste, po post pesimiste. Domethënë një farë tranzicioni me mundu me luftu për të mirën. Edhe ideja ka qenë fillimisht e jamja, po bashkë të minutë kemi qenë plot, edhe ti shef prej Ylber edhe Yll Baraktarit në Amerikë, deri të Fisa Broshi, detori APS në Londër, deri të Garentina Kraja, deri të Jehona Gjurgjeala, deri të Jeta Gjara, plot emna, se një kam minimum një 40-50 tri të cilë qatë periudë në 90-ave, ka qenë një fa rezistence me anë të kulturës, gazetarisë, kena pas shkollën e gazetarisë me 16-17 vjetë, botojshim një revistë në kohë javora ka qenë revista. Kështu që ka qenë një farë përpjekje e shumë e çuditshme me një kohë bizarisht të keqe, po ka pas një rol i cili mas ne për personave shumë për të një arretën me qenë pjesë esenciale e botës të atë publike në Kosovë. E kom bile pa të mba një farë reviste për stripa dhe për muzikë hapi alternativ, kër e shof redaksin Shpend Ahmeti, Fis Halimi, Jeta Gjara, unë e kërredaktor, plot tjerë, emnat të se cili për tëne është maj mirë fëtë edhe maj sukseshëm se unë, dhe më thonë, çfarë aspekti, se cili për tëne ka jep kontribut jashtëzakonshëm në mënyrë ose tjetër në diçka që ka pas lidhje me progres në Kosovë. Qa konsideron punën më të mirë që e ke bërë? Jemi në fund të misionit. Qëre, Ministria Jashtme ka qenë me shumë brenga edhe me shumë probleme, po realisht kanë qenë momente në Ministritë Jashtme, për shembull lobimi për me antarësu Kosovën në Komisionin e Venedikut. Pa ta punu me Edon Canën, ka qenë atëherë konzull në Strasburg, Enver Hoxha, ministrin patja dur të shlirë, bo që ka dush, edhe antarësum Kosovën në Komisionin e Venedikut. Ose antarësimi Kosovën në Bankën Zhvillimore, Këshillit të Evropës, ose Bergh, që ato momente të gëzimit, që jemi pjesë e diçkafit, kur e shef që s'ke qenë edhe je, ose kur ke pa njohje që kanë qenë shumë shtirë mu ba, njohja Pakistanit që po mbjen men që tash, se sa njef ke Pakistanit për shkak Balluqistanit, ata kishin problem tjetër, India për shkak Pakistanit, ata s'keshin njohje në pjesë botës, edhe kur ka ardhur njohja e Pakistanit, sa më gëzu qatë natë. Bizare me full sot në kontekstin e sotshëm, po që ato sukseset ku Kosova ka përfitu shumë në aspektin e cementimit pavarësisë, një shumë të kanë edhe një nderum që ke mujtë me kontribu, edhe një shumë proud, shumë i mbushun, i përmbushun që ke mujtë me jap një kontribut në qatë sen. Kështu që qato momente kanë qenë transishme. Puna me mësësi ka qenë po ashtu me Amerikan granti më i madh që jep ndonjëherë në Kosovë, menaxhu në mënyrë sipas amerikanëve për kryme, basë që asaj masi unë danë edhe granti i ri që tash që pe menaxhon qeveria Kurti për këtë baterin 200 milionëshe. Edhe që ato momentet e rinisë hershme, që puna e me para, din që ka qenë, që e përmeni Ulqini. Unë kom shqit Vojtullinit në Ulqin në pazar 13 vjetë. E di, ose më ki kalzu ti, ose dikush për kom pas problem me sinusa, edhe më ka thonë mje ku dush me shku në Ulqin në pisha me najt, ton verën. Tash prindi na kishin qitë punës, pare s'kishim na ndeti ton verën, edhe vendosa me fitu parën teme une, me 13 vjetë në pazar të Ulqinit, me ato gratë me shamjet bardha që në kanë këtë në herë, edhe me flot kaqurejla e bardhë më kanë i vogël, edhe kom shqit do me thonë Vojtullinit, edhe kom fitu i darën temë të parë që ashtu, edhe që jam një super, qatherë, me 13 vjetë. Edhe po shpresoj që tash në të ardhmen kemi me arritë spaku, mos me pa që të kapitull të pambyllur të Kosovën, bane me jap një kontribut me në mënyrës tjetër, sektor privat, media, diçka që isha një që prapë jemi të lëviz, bashkë me ty e bashkë me të gjithë të tjertë. Ka qenë fakti për mene një periudha, si me thonë, edhe Gazeta Express ka qenë në moment. Strip dhe po periudha shpallës pavarësisë, më ashtu kena qenë edhe me fat, me thonë që kena përjetu. Themelimi i Gazetës Express ka qenë në moment po ashtu aty në gazetë editori, po themelon. Si me thonë Sovjetik i din,